e shohoj, sepse unë jam adhuruese e qenjve, e kafshëve në përgjithësi, por që qenjt kanë qenë gjithmonë ato të cilat kam pas edhe në shtëpi, edhe e qeni që ne të jemi kanë rrit, po. Çfarë kishe shkruar atij qenit tani? Shiko, duhet ta potencojmë që kam qenë shumë e vogël, nuk është që tash shkruar. Tash çdo kishe bërë. Edhe tash që e mendoj, unë kur nuk kam shkruar në jetën tim diçka kështu ditar, nuk je tip sentimental. Nuk jam ashtu tipi që të shkruaj poezi ose të shkruaj ditare, të shkruaj histori, por që ka qenë e para dhe e fundit ajo për qenin. Nuk trajtohen si duhet. Unë jam dakord sepse tash njerëzit gjithmonë e thonë këtë pjesën që kur them që më vin keq për shembull për ndonjë kafshë që është në rrugë dhe me njerë njerëzit më thonë po ka njerëz që janë në rrugë. Ajo nuk diskutohet. Unë nuk e krahasoj njeriu me dashurinë, e kam të njëjtë në aspektin në momentin që unë e kam një kafshë në shtëpi.